Rama reagon për lajmin e trisht. Ndahet nga jeta miku i tij. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar me një mesazh prekës pas ndarjes nga jeta të regjizorit të njohur shqiptar Leka Bungo. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Rama ka shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e mikut të tij duke shkruar: "Lëm të mirë miku im Leka Bungo, prehu në paqe." Regjizori i njohur Leka Bungo është ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare. Leka Bungo do të përcillet për në banesën e fundit këtë të mërkurë në orën 16 dhe do të prehet në varrezat e Sharrës.